Shka gati, le të shikojmë me topin e parë që do niset nga këmbët e Partizanit. Krosimi që bllokohet. Mundësia për provuar dhe Hoxha godet jashtë kuadratit. Megjithatë jo vetëm edhe një penallti që nuk është akorduar. Megjithatë le të shikojmë kjo goditje që shkon larg kuadratit. E provojmë edhe të njëjtën apo edhe precedent tjerë që bën vërtet. Po le të shikojmë të mundësi. Provon edhe godet mjaft mirë, le të shikojmë nëse arrin Zekaj, nuk ka arritur. Nga këndorja, krosimi drejt portës, i rrezikshëm dhe ja provon balla! Shumë pranë golit, çfarë kemi humbur? Por le të shikojmë çfarë sjellti një herë. Tentativa dy sërish për Robin ballën, këtë herë nuk e arrin. Në këtë moment shikoni çfarë lëvizje bën dhe i afrohet zonës sulmi i Vorës. Pasimi drejt zonës. Goditja, Cefalia, fatmirësisht edhe e lehtë për Cefalia e vendosur mirë. Një top e lëshuar drejt zonës aty ku sulmi i Vorës provon. E ndërhyn saktësisht Cefalia, por ishte i mbërthyer. Shikon zonën. Krosimi mirë për Zekaj, goditja që shkon në rjetë. Shënon Partizani, shënon Rej Zekaj, shënon dhe golin e 22. Kapiteni Zekaj, Partizani 1, Vora 0. Në minutën e 50 është bllokohet sfida. Është Kreziu që gjithmonë shfaqet i rrezikshëm nga krau i majt. Këtë herë ka gjetur në detaj Zekaj në brend të zonës, në zemër të zonës, nuk ka falur. Do t'i japim rëndësinë maksimale kësaj sfide që është shumë rëndësishme. Hoxha me këtë parabol supervizon në lokën, por jashtë kuadratit. Zekaj, sërish Kreziu qëndron aty pranë. Por kjo goditje që devijohet, bllokohet, ngel në zonë aty ku Hyka provon ta zgjidh vetë gjithmonë Hyka. E godet në rryn loka më pas, le të shikojmë. Nuk arrin dot Partizani, ishte shumë pranë golit, ergit Hyka. Pritet një tjetër lëvizje, një tjetër krosim, ideja e bukur e Hoxhës. Hyka godet, por është Zekaj qendrore lehtë për lokën. Sërish nga krau i majt, aty ku mund të përfitoj Hoxha, godet në forcë topi që bllokohet nga loka. Çfarë pritje ka bërë portieri i Vorës. Ndërkohë që numri 22 dërgon tek portieri Loka. Një mundësi e mirë për Partizanin, Orgito Leshaj. Tërë ka dranos gjithçka, porta dhe mbrojtja e skuadrës Vorës për 2-0. Ideja është mjaft e mirë, por në vështirësi ndërhyn Murati. Hoxha në zonë, i rrezikshëm ky pasim për Hykën, goditja dhe shkon në rjetë. Partizani 3, Vora 0. Ergit Hyka shënon golin e 20 personal. Por çfarë trio kemi parë. Hyka, Zekaj dhe Hoxha. Që kërkon të shënon një tjetër gol Hyka në zonë, mundësia për provuar një tjetër goditje, sërish Loka topi që mbet në zonë, por këtë herë nuk ndiqet. I ka dhënë detyrat e qarta për lojtarë. Shikojmë Hoxha, topi që goditet bukur, por ngjitur me shtyllën e djathtë të portierit të Loka. Numri 19 Skënderi. Hoxha. Mundësia për goditur, reziston Hoxha, nuk arrin dot Zekaj, vjen në ndihmë dhe Vyshka, topi është për të. Krosimi më hershëm, bllokohet i pari, e dyta për Hykën, i cili provon me kthesën. Çfarë ka humbur? Lëviz mirë lojtari i skuadrës Vorës, një tentativë mundësi nga krau i majt, le të shikojmë çfarë sjell ky aksion teksa rrezikshëm në zonë. Cefalia në dy kohë. I afrohet Luciano Myrto, kërkon hapësirën, e dërgon tek Myrto, i cili me qetësi pason drejt qendrës, mundësia goditse, nuk e godet të parë, tashmë vjen kjo tentativë dhe pa besueshme. Çfarë bën Loka? Por le shikojmë të mundësi të Vorës që është përballë portës në rrym Cefalia. Një mundësi mjaft e mirë për Vorën, por këtë herë tregohet vetimtar gardiani Cefalia. Partizani ka shumë cilësi, por edhe një herë duhet të tregojmë të kujdesshëm, shikoni një tjetër mundësi për skuadrën e Vorës që i drejtohet portës. Numri 9 vjen goditja, bllokohet nga Osman Myrta. Dal nga dal mobilizohet Partizani, ndërkohë që Vora përgatitet për këtë tentativë. Cefalia, goditje fort ishte. Ndërkohë që këtu mbyllet sfida, nuk ka asnjë sekond shtesë për sfidën e javës së 17. Partizani fiton 3-0.